Fëmi nuk guxoj me i lënë nëna me dalë, po helimohen apo shkelet ata ujë shumë me konë me ne bo një zjedhe miro. Kur të qelë mujnë me ro fëmija, mujna me ro dhe na vetë mësme po, kisha pos qef me orë me këshyrë, me regullu, me na pështu. Banorët në rrugën Makjaveli në lagjën Kodra Trimave në Prishtinë po ankohen se tash e disa muaj janë duke u përballur me problemin e ujrave të zeza dhe se institucionet nuk po intervenojnë në zgjidhjen e këtij problemi. Vallahi është pengesë shumë e madhe. Pengesë dhe që aty bëhet edhe pej ere tash edhe koha e nxehtë, edhe nuk po rrihet bashkë këtu, nuk po guxoj mas na bërë me dalë pej ere me najtë si kush. Kanë ardhat atë të sjellësit e të kanalizimit, gjithë kemi pas probleme. Imi munue me mesenet tona, me do mjete, me do armatura, me do diçka, po veç përkohësisht nuk na ka shërbye kur si duhet. E po të dhe vetë ato era ujë i keq, fëmi nuk guxoj me i lënë nëna me dalë, po helimohen apo shkelet ata ujë shumë me konë me ne bo një zjedhe miro konë. Pengesa është mjaft e madhe, si që po të dhe vetë, era shumë e keqe, kur po ka vërshime, ose kur po bjen shi këtu pak të poze, po mushet kjo pëseta, apo del, po hallakotët krejt me thonë, edhe këto që po bëhet si lëmë, sot ma pak, a bedin se s'ka pos reshe, veç po bëhet si lëmë, era shumë e keqe, s'punët me kalu as njeri, se ka kalujnë edhe që kënej, a bedin, jo na po shumë, qirë kënej shkulla, kalujnë ta kojshia, po se di jenë konë e kanë këshyrë 3-4 herë, njëherë, si mësë me thonë, si kanë jepë zërë, një ditë erdhen shtu kanë treja diçka, unë tha, jo, na e kena krejtë më rorin, po ecëm shpit qa mi e thonë, edhe rrezik për fëmi, kur të cilëm ka njerë me pastru vete, po që e kena ndrejz vetë, që me rrjedhë ujë, kur të cilëm mujnë me ro fëmija, mujna me ro dhe na vetë mësme po, kisha pos qef me orë me këshyrë, me regullu, me na pështu, se këtë ujë nuk e nollet që të, po këtë shkën këtë në mahollat anej shkën, abiden me na ndrejz bile. Lidhur me këtë, nga kompania rajonale e ujësjellësit Prishtina treguan se në atë pjesë, gypi i kanalizimit është shtypur si pasojë e vendosjes së infrastrukturës me cilësi jo të mirë. Si pasojë e kësaj, ata thanë se duhet sanuar apo zëvendësuar tërësisht ai gyp. Pas inspektimit është konstatuar se gypi i kanalizimit është shtypur si pasojë e vendosjes së infrastrukturës me cilësi jo të mirë. Me makinerin që posedojmë nuk është e mundur të intervenohet në atë pjesë, pasi tereni është në të poshtë dhe nuk lejon qasje të sigurt me bagerin. Me qenë se ky intervenim të i kalon kapacitetet teknike dhe mekanizmin që kemi në dispozicion. Por mbi të gjitha, ne kemi vullnet e përkushtim që të bëjmë çmos për sanimin e problemit, por konsumatori i cili gjendet aty ka ndërtuar një garazh që pamundson intervenimin në sanimin e problemit. Ne i kemi thënë që t'i largojnë ato mjete bashkë me traktor nga aty që të na lejoj qasje, por pavarësisht kësaj, ende nuk ka ndërmarrë një gjë të tillë. Ndërsa nga komuna e Prishtinës treguan se janë në dieni për këtë problem dhe se kjo paraqet rrezik për shëndetin publik dhe kërkon trajtim urgjent. Po, komuna e Prishtinës është në dieni për rrjedhjen e ujrave të zeza në rrugën Makjaveli. Nëse problemi nuk zgjidhet përmes zhbllokimit, do të jetë i nevojshëm zëvendësimi i gypit. Pas raportit që do të marrim nga KRU Prishtina mbi shkakun e defektit, do të ndërmarrim masat e nevojshme për sanimin e problemit. Kjo situatë paraqet rrezik për shëndetin publik dhe kërkon trajtim urgjent, veçanërisht gjatë periudhave me temperatura të larta. Për këtë arsye janë ndërmarrë veprimet e nevojshme për të adresuar problemin sa më shpejt.